Andaj pas kapitullit të butësisë dhe maturisë dhe mbajtjes së vetvetes me karaktera të mira, thot Imam Buhariu, kapitulli i cili quhet Babul Khurq. Khurq i thojnë kur njeriu i griset tesha, dhe kur i griset tesha i shihet trupi. E kjo është e met. Nëse këmisha jote është e çame, edhe shihet një pjesë e trupit, çka bën njeriu e mbulon. Thot Imam Buhariu, në këtë kapitull, ama nuk i sjell hadithet e teshave, por i sjell hadithet e ignorancës. Çfarë lidhje ka kjo, kanë thënë komentatorët, nga se ai i cili ka ignorancë është sikur kur njeriu t'i griset tesha dhe i shihet e meta. Andaj çdo njeri i cili ka një padije, ajo padije e zbulon ata dhe ja ban mu ju pa e meta. Andaj besimtari duhet me mbulue vetveten me ilm që mos t'i shihen të meta, sikur që e mbulon veten me tesha që mos më ju pa pjesa e turpshme e trupit. Kështu i kanë lidh dietarët e muslimanëve gjërat. Andaj ka se një hadith të cilë kanë sjell disa nga tabiinat, të cilët kanë ardhur me kërku diçka te Omar ibn Khattabi radhiyallahu anhu. Dhe ka ardhur natën dhe ka prit sabah me takuar prisin e muslimanëve Omar ibn Khattabin. Kur ka ardhur sabah, e ka gjetur Omar ibn Khattabin në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I është afruar edhe ka filluar, thotë unë kisha gjuhën e mirë, edhe oratorinë e mirë dhe fillova thotë me janë nçmu dunjajën. Ja? Fillova me janë nçmu dunjajën që të ma krye kërkesën. Se dunjaja s'ka vlerë, dunjaja në një ditë kena me deke, mos i jap një zor shumë për dunja, e kësi fjalë. Mirë po thot, nga to merit ka një njeri me flokët e bardha edhe me teshat bardha. Thot, afër ti anësh. Thot, fillova unë me folë kër e kryta, a i më tha, mire kije. Fjallë të tamam janë, jo bashkrejt. Pro, tamam i kito fjallë, po do si ki tamam. Tha, fjallët që ti e shëmtove edhe e shajt e dunjajen nuk jam bashkështu. Tha pse? Tha se ku falmina? Në dunja. Ku japim zekat? Në dunja. Ku bojmë haqë? Në dunja. Ku e mbjellim tha na ahiretin? Në dunja. E a ban me shash që këtë pjesë dunjajës ku na bëjmë adhurimin ta? Atër thot kë njeriu thot, une e pash se aj ke maj i ditur se une. Andaj min njëherë ju drejtova prisit muslimanve Omar ibn Khattabit radhiyallahu an. Kush o kë njeri? Kush o që ki po di ma shumë se une? Tha, ki është Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu an. Ki cili ka ditë me lezu Kur'anin, mirë po shtesë sa e ka kuptu që ishduhet. Pra qka i tha kë njeriu? Dhe pse e sjeli Imam Buhariu këta? Se prej padijës është që njeriu me e marë një copë të vërtete me e boe vjegz dhe mbështetje për një të pavërtet tjetër. Pra, me fjalë të tjera, fakti që dunjaja s'ka vlerë, si be kjo që ti mës mi kry detyrat e tua. Fakti që ti e di se dunjaja krahas ahiretit s'ka kur far vlere, kjo nuk i bje mës mi sos të obligimet edhe detyrat e tua. Jo, sos të obligimet e tua. Andaj minjar kapitull në radhës në sjeli kapitulli i mbarvajtjes dhe regullimit të pasuris. Se besimtarit të ndëruar gjëmarli e din se dunjaja ka fun. Ka fun, në kitë kena me dek në dit. Por, a i bje kjo që na mos misot e tirat e tona? Jo. A i bje që ti mos me ndresh një shpi? Jo, si bje, ndresh e shpijen. A i bje kjo që mos mu vesh? Jo, veshu. Shiko për nga mberi jonë, sallallahu alaihi sallam. A i cili ka ardhë me ja umësu njëzës dunjoja s'ka vlerë, ka pas me rak mu vesh mirë. I ka pas qef, teshat e mira. Se nuk del njeri me lolloj teshe. Tash për shembull, njëri me thonë, po dunjoja s'ka vlerë. Çish mu vesh tash? Ti kur shkon darsëm? A thu po ki, abe se në një dik kena me dek, mi shku ati me teshat. Pjas me teshat punës nuk i shkon. Shkon veshësh, shkon për 2 minuta, shkon veshësh edhe ndreqësh. Se njeri ka darsëm. Apo, për këtë arsye, çdo sende ka vendin e vetë. Po, dunjaja ka me përfundu një dit. Ama qysh me përfundu? Përfundoj me të mira. Andaj, sikur që ti e shfrytëzon diçka që kalon dikush të kalumën, leje edhe tim për të ardhmen. Andaj thot njëri prej tabinëve, ne nuk i prishmi hajvant me na lind. Nuk ka pas kalin, ato dikush i ka thonë, prit e bene ta bëjë një tjetër, i shfrytëzon dikuaj. Apo njëri ka pas lop, ka thonë, prit e bene ta bëjë një viç, i shfrytëzon të dijat. Ka thonë, ajë si dunjoja ma shkurse që ka qa, haje. Që ka thonë Omar Khattabi e këshit letër? Ka thonë, oju njërës, oju besimtar, risku në Allahut regullon e pak. Ai dinar që ka mundet mu bo 2, ban e 2. Ai dinar që ka mundet mu bo 10, ban e 10. Ai dinar që ka mundet mu bo 100, ban e 100. Ajo lop që ka mundet me nxjerrë dhe një lop tjetër, një vish tjetër, ban e 2. Ai kali që ka mundet mi bo 2 kuaj, ban e 2. Se jabë dhe një fukarajës. Apo, për këtë arsye tha Omar Khattabi, inne fil emri tenefusen. Në këtë fe
ka hapësirë, në këtë fe ka bollëk, këtë fe ka mundësi me, mirë po du të më bëj me ilma jo. Jo me vetë ignorant me thonë, apo be kjo dunja, jo, sa i shtin lugave, a i shtin labirint, a i të ban komunist, a i thot, qëtu, kena mu, s'ka mu fal, ja, s'ka punë dhe punë. Jo, duhet të dijat bashkë. Na ku falmi në dunja, pra rregulloje. Ku i krin ti punë të tua? Shpitane. Ku merr ti tahret? Shpitane, po rregulloje. Rregulloje banjën tane, rregulloje shtëpinë tane. Ku veshesh ti në shtëpi, po rregulloje. Pra, a ka ndesh hadithet që e shvlerësojnë dunjan me hadithet që na nxisin me punu? Jo. Vetëm duhet të gjitha mi kontrollu me shpallje. Të gjitha duhet mi kontrollu me ilm, si cila në vendin e vet, sikur që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a'ti kulli dhi haqqin haqqa. Si cili çka ka hak jep ja hakin. Si cili çka ka hak jep ja hakin. Për këtë arsye i kanë nxjerr këto hadithe për tregu Imam Buhariu se kjo dunja, edhe pse nuk është vendi ku na kena me jetu për gjithmonë, por o vendi ku ne fitojmë jetën për gjithmonë. Ande ka thënë hadithin tjetër nga Bara ibn Azib radhiyallahu an, se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë në hadith. Ka thënë el ashira, ajo e cila e bën të keqë dunjën, e cila pangopsia. Sharrun, që janë sharr. Sot dunja të ndëruar xhamatli, çka pe bën dunjën ngushtë? S'po ka tokë, as po ka ngopsi. Jo s'ka ngopsi. Tokë ka sa dush, apo? Ama pangopsia shiko. Për më ngop 4-5 veta, për mos me mujt, të mos me mujt me ngije miliarderat, duhet na më ngushtue. Apo? Kur dikush nuk ngopot, dikush ka me hek. Për këtë arsye Allahu xhelal e ka zbrit menaxhimin e pasurisë që tjetë në mes fukarave dhe zenginave barabar. Midis, pak ky, që të ketë mundësi krejt me jetue. Andaj nuk ka problem dunjaja, problema pangopsia. Problema pangopsia kur ti thu, bëma pak tokë. Po bëma pak po e zonë gjadën Allah. Po i dalen gjadë, me mujt me lando, edhe gjadë thot, hajt biri, di lokolla, di thot. Vallaj, mi lando, da duqanët e qesin, mit dis gjadë. Pse? Po thot, hajt se ti kur gjanë zhenë me shku pak rreth. Vesh ki të fitoj edhe pak. Po kuj kimi qua të varë Allah, ka dale pak. Pasuria e mirë, sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i erdh Amr ibn al-Asi radhiyallahu an, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili shumë ngat se kishte pranuar Islamin diku 20 vjet. Dhe kur erdh, pejgamberi sa më boni komandant me një ekspedit. Edhe i tha, o Amr radhiyallahu an, ta që këtë ekspedit kime fitu shumë parë, ta dish. Ai u ngushtue, tha ja Rasulullah, unë se kam pranuar fejan, tha pa me fitu parë. Unë s'kam mirë Islam me pa parë. Unë kam vini tha me për Allah dhe për pejgamberin alayhis salam. Atëri tha pejgamberi, o Amr, parët e mira, te njeri mirë janë shumë të mira. Nuk ka be problem ti mu kon milioner, ama ata shebe hajrin ti dikush ajo. Nuk ka be problem ti pse e ki firmën me 500 punëtor, ama a i ban ti azap ato, a i e si dost me to. Nuk ka be problem ti ban pare, ama për shka i kujti qua ato. Apo, a për mi mush jastikat, a për shka i ki ato. Ani parët duhet, ama për me jetu bashk. Ku për kur i ki, ka zona për kur i kije. Parët ka thonë pejgamberi alayhis salam, i ka zbrit Allah i piqile për djarësie. Për djarësie. E para për tëre, mu falë namazi. Mu falë namazi. E dyta, mu dhanë zeqati. Ti hani pse ki firma, ama këta këshishti fukaraj të hesë këllo. Ase mu më ka dhanë zoti, meri këtë pare, regulloj punën tane. E shani njeri së më përmartot, meri pare, regulloj punën. E shani student, meri, që kjo kejt njështë tojnë halal i koft. Edhe punon, edhe ka pare, edhe një mon. Ama, ti na ki dalë edhe midis gjade. Edhe s'mina me kalu e pi karrikeve tua, që e ki zanë kitë dunjajën. Edhe qka? Për qka Allah, për qka? S'kiti drejt në venin publik. Për këta syje, dunjaja e mirë të njeri mirë, parja e mirë të njeri mirë. Ama kur ti e zër rrugën, qka ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A i cili një plam toke, një cop toke e zë, pa të drejt, janë ngarkon Allah i 7 palë qasi toka, ditë në kiametit i manë qafë. E sa njeri ka me dalë, ato kita të ndërtesat qilë ka mi majtë, në shpinë, maj. Ditë në kiametit, pse? Se pa të drejt e ke uzurbuhe, pa të drejt e ke marë. A është hakijot, jo. Pse e ke uzurbuhe, Allah? Pse e ke nalë dikujt afrimën? Pse e ke nalë dritën Allahu gjele gjelalu? Sikur që njëri prej të burgosurve në Persi, qëfar i tha në të kaluarën? E nxjerën prej burgë dhe i than mbreti, a do di shka pi muhe? Unë e t'japë tha se jam mbret. Vesh një sen tha e lipi bitije, ik lema dilin, të mdzeje dilin. Sa fukaraja i thot, s'po du be pare për ti, kur gjo s'po du, veç largohme për ugëdhës, veç liram be, mos ma zem be gjadën mos ma zem. Na plot për njerëzve, e dina se s'jep zeqat, sa problem, e dina se e ki zemën e shtrith, sa problem. Po mos na zem ugëdhën Allah,
Ti në gjadhe ki nis me dalë mo. O, nuk ka problem, ti ani e ki e zemrën e ngusht, shumë, s'ka problem. Ti e me zemrën tane me parët e tua. Ama ki dalë në udhe? As nuk nimon, edhe ze udhën, kjo nuk ka regull. Për këtë asyje duhet me ba balans. Andaj Imam Bukhariu i sjeli hadithet që e zhvlerësojnë dunjan, hadithet që e vlerësojnë dunjan, edhe e të regoj sebepin. Cili o sebepi? Tha pejgamberi alayhi salatu selam, pangopsia o shërë. Kur ti sun pangopësh me kur gjanë, vallahi janë kjo shërë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi a dhan Allahu birit e Ademit një lugin me altan, kish me thonë, mu kon t'i baj di. Mi a dhan Allah i di, thot mi kon t'i baj 3. Mi a dhan 3, kështu me radh 4 e 5, thot pejgamberi alayhi salatu selam, e birin e Ademit nuk e ngop pos dheu. Kur ta qesna në vorë, ma nuk lip as bank, as pare, as kur gjo. Andaj, dunjaja është vendi ku ne e mbjellim ahiretin ton. Nuk duhet në nëshmuar, as nuk duhet me lidh zemrën me ta, por duhet kryojmë balans dhe duhet kryojmë një raport sikur me zjarin. As mos ishtin durt me gjek dorën, ama as mos sheshim ketë se jena të ngrohë me ta edhe atu na bo dritë. Për këtë asyje, kështu djetarët e muslimanën nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam i kanë dhënë rregullat e raportit ton me dunjan.